Në prag të sezonit dimror, depot e peletave janë pothuajse bosh. Kërkesa është rritur ndërsa në mungesë të sasisë çmimi i peletave ka pësuar rritje të dukshme. Këtë periudhë 15 kg kushtojnë nga 330 deri në 360 denar. Sipas shoqatës së importuesve të peletave, mungesa nuk ka vetëm në tregun vendor, por në të gjithë Ballkanin, dhe kjo vjen si pasojë e presionit nga ana e tregut europian. Prodhuesit rajonal preferojnë që sasinë më të madhe ta dërgojnë për tregun perëndimor. Nëse analizojmë të gjithë situatën, domethënë duke filluar nga konsumatorët më të mëdhenj në Europë, që janë Gjermania dhe Italia, ku në këtë vit ka prerje shumë më të vogël të druve dhe si pasojë shumë më pak prodhimtari, ka mjaftueshëm rritje të kërkesës dhe presioni ndaj prodhuesit të peleteve në rajonin e Ballkanit, sepse prodhuesit të peleteve mund të arrijnë çmim më të lartë të tregut perëndimor. Një pjesë më e madhe të sasisë e dërgojmë atje, pjesën më të vogël e lëm për tregun vendor, respektivisht rajonin e Ballkanit, dhe po përballemi me situatë që nuk mund të porosisim mjaftueshëm sasitë e peleteve dhe për shkak të kësaj çmimi rritet. Stojanovski thotë se askush nuk mund ta dinë nëse do të ketë rritje të re të çmimeve ose jo, por ai nënvizon se kriza mund të vazhdojë deri në fund të muajit janar. Për të siguruar peleta, pritet deri në 2 javë. Kjo pasi asnjë nga prodhuesit nuk ka sasi të mjaftueshme rezervë. Supozimet janë se minimumi 2 deri në 3 muaj të ardhshëm do të jetë gjendje e ngjashme. Pritet që diku pas fundit të muajit janar të fillojë që presioni ngadalë të bie, por deri atëherë, për fat të keq pritet se do të zgjas. A do të ketë rritje të re ose jo, askush nuk mund të parashikojë për momentin. Çmimet për momentin lëvizin prej 330 deri në 350 apo 60 denar. Një qese prej 15 kg me pelete. Vihet në sasi megjithatë vështirë dhe me pritje. Domethënë me caktim prej 7 ditësh apo 10 ditësh periudhë të dërgesës. Nga shoqata e importuesve të peletave thonë se për shkak se ngrohja me peleta u tregua atraktive dhe e lirë në vitet e kaluara, shumë anvisri u transferua në këtë mënyrë ngrohjeje. Këtë vit, shitja e peletave është rritur për 30%, krahasuar me një vit më parë.